Përshëndetje, sot ju kam sjellë recetën se si unë e përgatis kremin karamel në shtëpi, një recetë e shpejtë dhe shumë e shijshme. Vazhdojmë me përgatitjen. Si fillim do të na duhet një gotë sheqer. Gota që unë kam përdorur është pak sa e madhe dhe mban 250 gram sheqer. Unë në fakt sheqerin nuk e përziej direkt, por e le të karamelizohet pak duke e lëvizur tiganin siç e shikoni dhe në video, në mënyrë të tillë që sheqeri të mos digjet dhe të përzihet. Pasi sheqeri të fillojë të karamelizohet paksa dhe të marrë atë ngjyrën kafe, do ta filloj ta përzijej me lugë në temperaturë mesatare derisa sheqeri të shkrihet plotësisht dhe të marrë atë ngjyrën paksa të kuqe. Në fakt duhet të kemi kujdes sepse mund edhe të na digjet sheqeri, kështu që temperatura duhet të ulet dhe mos e lejmë derisa të dalë tym, sepse fillon të digjet sheqeri dhe merr një aromë dhe një shije jo të mirë kur ta konsumojmë. Më pas do të hedhim një lugë gjalp. Do fillojmë ta përzijmë bashkë me sheqerin në temperaturë të ulët. Vazhdojmë ta përzijmë për 1 deri në 2 minuta. Më pas do të hedhim rreth 400 ml ujë. Pasi hedhim ujin, do të rrisim pak temperaturën e zjarrit dhe duhet të përzijmë derisa sheqeri të shkrihet plotësisht. Vazhdojmë ta përzijmë. Siç e shikoni, tashmë sheqeri është shkrirë plotësisht. Dhe do të marrim në një gotë, do të hedhim pak fare ujë dhe një lugë niseshte. Do ta përzijmë mirë. Ujin bashkë me niseshte e hedhim për të trashur karamelin. Do vazhdojmë ta përzijmë mirë derisa gjithë masa të trashet. Në fakt përgatitja e krem karamelit ka shumë mënyra dhe unë shumë herë kam eksperimentuar për gjetë atë krem karamelin që i përshtatet më shumë karamelit që shitet në supermarket dhe mendoj se kjo është një nga recetat që i përshtatet më shumë. Siç e shikojmë tashmë, karameli është trashur. Do ta kalojmë në një enë. Pasi e kemi kaluar në një enë tjetër, do ta lejmë të ftohet dhe e kemi gati për ta konsumuar. Siç e shikoni, ka ngjyrë shumë të lezetshme dhe shihen gjithashtu. Nëse ju pëlqeu kjo recetë, mos harroni të bëni like dhe të më lini një koment. Dhe gjithashtu nëse ju keni një mënyrë tjetër të përgatitjes së karamelit, mund të ma shkruani në komente. Faleminderit që më ndoqët dhe nëse e provoni këtë recetë, ju bëft mirë. Shihemi në videon e radhës.